Ikem së bashku. Krahasitja e pemëve në Prishtinë gjatë pranverës është një aktivitet i rëndësishëm për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e bimëve kështu edhe të qytetit. Pas dimrit kur moti bëhet më i ngrohtë, pranvera është periudha e duhur për ta kryer krahasitjen, për t'i dhënë pemëve formën e duhur dhe për t'u siguruar që ato do të lulëzojnë dhe prodhojnë fryte në mënyrë optimale. Krahasitja e pemëve bëhet zakonisht në fund të dimrit ose në fillim të pranverës, para se të fillojë periudha e lulëzimit. Kjo periudhë është ideale sepse pemët janë ende në gjendje të pushimit dhe krahasitja nuk do ta dëmtojë proceset e rritjes së tyre. Kjo periudhë është ideale sepse pemët janë ende në gjendje të pushimit dhe krahasitja nuk do të dëmtojë proceset e tyre të rritjes. Në Prishtinë, ndërmarrja publike Gjelbër ka filluar me këtë procedurë, ku Gent Luzha nga kjo ndërmarrje ka theksuar se eliminimi i degëve të tepërta mund të ndihmojë pemët të rriten më mirë dhe të zhvillohen më mirë. A mund të na tregoni si procesi si po shkon krahasitja e pemëve tash në vitin 2025 këtu në Prishtinë? Shumë mirë, ne kemi filluar me krahasitjet ashtu edhe qysh duhet, pranverën e hershme. Mirë, që peshojmë gjysa një pjesë ka përfundu e sheshit, kemi vazhdu me pjesë tjera, me rrugë tjera. A mund të na tregoni se a keni ekipin mjaftueshëm për me monitoru krejt këtë proces? Patjetër, edhe ekipet janë edhe e kanë kualifikimin, trajnimin e duhur për krahasitjen, kanë mbaruar veç paraprakisht vitet e kalume. Besoj që po, normal që ka hapësim për mu përmirësu, krejt kjo më varet për i buxhetit dhe mbështetjes komunale. Pra, a ka një kosto të jetë të madhe kjo krahasitja e pemëve kështu si proces? Po, pavarësisht krejt që duket e thjesht, po ka kosto se është lëvizja, janë korpat, janë punëtorët, janë mjetet cilat dëmtohen vazhdimisht ose konsumohen që duhet mu rizavendësu. Cila është koha afatgjate që bëhet realizohet këtë proces, sa zgjatë, sa i merr kohë? Po, më varet krejt prej, si me thonë, vëllimit punëve. Nëse e zdojmë e marim komplet kryeqytetin, atëherë është normal që ka shumë punë edhe është e pamundshme brenda vitit mi kry, se janë parqet, cilat janë ma pak të prekme dhe të mbrojtme, ato lypin ma shumë, qysh me thonë, kohë për mi klasifiku, cilë dru janë në rrezek, cilët jo, po normal që këto ku janë me qarkullim publik, normal që ne dojmë arrim t'i regulojmë gjitha. Po deri më tani këtu në sheshin ku gjendemi ne, sa është realizuar krahasitja e pemëve? Kjo ka fillu, më varësisht prej kohës, ajo edhe ecë, edhe më varësisht prej sa kanë nevojë. Do me thonë në fazat të ndryshme zhvillohet, nuk mundet për një ditë e gjitha mu mbaru, edhe për shkak të lëvizjes, edhe për shkak të rëndësisë që vetë sheshe e ka qarkullimin ditor. Po gjithë shka është më rana planit, besoj që shumë shpejt edhe rruga Agim Ramadani, UQK, Femi Agani. Moti Luzha ka potencuar edhe hapësirat publike ku ka nisur tashmë krahasitja e pemëve. Sa i përket parqeve që ne tashmë i njohim edhe dalmi të ecmi në shtegun e ecjes, cilat parqe deri më tani pra është bërë krahasitja e pemëve? A mundi mi cek disa prej tyre? Parqet janë ma komplekse, se kanë vetë ma shumë bimë, edhe aty normal që duhet me shku dhe me autoritetet përkatëse, në konsulta, në vazhdimësi, në dalje në teren, e tjera, është procedur pak ma e gjatë. Mirë për rrugët e parqeve, dhe me thonë rrugët pasajet ku kalojnë, kur ka qarkullim, ato do pastrohen shumë shpejt. Edhe vazhdimisht pastrohen për mirëmbajtjeve që i ka secili park prej grupeve të Gjelbërt.
Dhe për në fund doja ta dija se ekipet në terren gjatë krahasitjes së pemëve a kanë hasur në ndonjë vështirësi, në ndonjë pakënaqësi nga ana e qytetarëve? Absolut, gjithmonë janë të mirëpritur. Normal vetë roli tyne është mirëmbajtës të oborit publik. Do të thonë na jetojmë me një obor publik, hapësira publike është i zhdashtë me qenë shumë e shenjtë. Unë i ftoj me këtë rast gjithë qytetarët mu bashku iniciativës mos me ndot ambientin, është e vjetër si moto, po është aktuale gjithmonë dhe ka përqenë edhe në vazhdimsi. Absolut punëtorët janë të kënaqur me terrenin se cili është, si të thushin, oborin e shtëpisë vetë. Ndryshe në kryeqytet shumë autoritete